Përshëndetje ngjeks të sofrës shqiptare. Sot kam sjellur recetën e pogaçave të vogla të fshatit, recetë të cilën e kam marrë nga nëna ime. Ajo e përgatit shumë shpesh. Bëhen shumë thjesht, marrin pak kohë për përgatitje me pak përbërës dhe dalin shumë të shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta. Filloj me përgatitjen, kështu në një enë kam hedhë dikon rreth 700 gram me miell, ja shtoj një lugë gjelle me krip, qofse do një që të përgatisni më shumë pogaçe, atëherë mund të shumoni masat e miellit. Shtoj një lugë gjelle me maja buke pluhur, qofse përdorni të freskët, atëherë do përdorni një katrore 40 gramshe. Shtojmë 70 ml me vaj. Një gotë me qumsht, qumshti duhet jetë i vakët. Gjithashtu na nevojitet dhe ujë i vakët. Për formimin e brumit nevojitet ujë i vakët, jo shumë i nxehtë. Pra duhet keni kujdes, e përzijmë kështu. Në fillim e përzijmë me lugë, derisa të shkoj brumi. Masën e brumit do e punojmë tash me dorë. Na nevojitet vetëm edhe pak ujë. Brumin e punojmë kështu tërësisht derisa të largohet nga dora, sepse më të mira do dalin pogaçët. Kemi formuar dhe brumin e pogaçës, ka dalë me një trashësi mesatare, siç e shihni. E kthejmë në enë dhe marrim folin najloni dhe mbulojmë enën ku ndodhet brumi. Mbulojmë enën mirë dhe e lajmë shtu në ambient gradë dhume, që masa e brumit dyfishohet për 1 orë, 50 minuta, varësisht se si dyfishohet tek ju. Brumi i pogaçës është dyfishuar, atëherë ja largojmë folinë e najlonit. Dhe marrim jogurt, në këtë rast kam unë, dhe sodë bikarbone, qofse keni kos mund të përdorni. Tu kam 2 lugë gjelle me jogurt, ja hedhi një lugë të mesme me soda bikarbona dhe e përzij mirë. Fillon që të bëhet një lloj shkume tek jogurti nga soda bikarbone. Dhe kjo i ndihmon që pogaçja të bëhet shumë e mirë, siç e shihni, si formohet shkuma. Ja hedhim brumin të pogaçës. Dhe fillojmë pogaçën që ta punojmë me dorë. Punojmë mirë që jogurti dhe soda bikarbone përhapen në gjithë masën e brumit. E kemi punu dhe brumin me jogurtin dhe sodën bikarbone, atëherë e kalojmë tavolinën e punës, mirë po në tavolinën e punës hedhim miell, më shumë se zakonisht ku përgatisim pogaçe bruma, sepse brumi është bërë më i butë. E punojmë pak brumin. Në mielin e hedhur në tavolinë.
kemi punu dhe brumin, atëherë ndojmë në kuleç të vegjël, sepse recepta është kështu që ta ndojmë në kuleç. Gjithsej do e ndojmë në 10 kuleç. Kuleç mundohemi t'i bëjmë të njëjtë. Dhe se cilës pjesë brumit i japim formën në rumbullakët. Si që shifni, përgatitja është shumë e thjeshtë, e lehtë, me pak përbërës. Dhe gjithve kuleçve ju japim formën në rumbullakët. Ju kemi dhënë dhe formën gjithë kuleçve, si që shifni, ka dalë një formë të rumbullakët, në një masi mesatare. Atëherë marrim një tepsi ku do vendosi letër për pjekje. Më letë do e keni kur ta pastroni, munden edhe pa letër, dhe mbi letrën do hedhni miell, sepse receta e kësaj pogače është të kenë miell nga pjesa e poshtme. Dhe filloj që t'i rendis pogaçet e vogla në tepsi. Rendisim. Dhe me anë dorës i shtypim pak nga pjesa e sipërme, që gjatë pjekjes të kenë më lehtë, janë më të holla kur t'i shtypim. Dhe me anë të një pirunit bëjmë vrima mbi secilën pogaçe në sipërfaqe, si që ceka, kjo ju ndihmon në pjekje më të holla, me vrima më lehtë do pjeken. Dhe nuk i lyj me asgjë tjetër nga pjesa e sipërme, vetëm se pogaçet janë gati për. Pogaçet i pjekim temperaturë 200 gradë rreth 20 minutave. Pogaçet i kam largu nga furra, kanë dalë shumë të mira, i lojnë të ftohen dhe janë gati për konsumim. Pogaçet janë ftohur, kanë pamjen dhe aromën të mrekullueshme. Ta marrim dhe një dhe ta ndajmë në mbrenësi se si duket. Ja, pra si duket mbrenësia. Ka ndalë tepër të mira, bash recetë e ty një herët. Besoj se ju ka pëlqy, të gjithë ju që e përgatisni këtë lloj të pogaçes, ju bëft mirë, kurse ju që pëlqeni videot e mia, ju falinderit që më mbështetni.